dhe të përdorën në një farë mënyre si një mjet, kështu si një vegël. Kurse tani fatbarësisht kanë ndryshuar për një 60, për mos më thonë 100% rrethonat. E thanë 2-3 shumë mirë, thanë në Evropën e Perëndimit ku jetojmë na, ajo nuk as se diskutohet ndarja. Bile me lejo një minut, e di që ish burri vjen ditëlindjet e ish gruaja me një burr tri, dhe unë e kom pa me sytë e mi këto, dhe më ka duk si një çudi e madhe kjo, dhe shumë okay ishte ai, ishte shumë qetësisht rishim bashkë. Po te ne nuk ndodh zotrigani, këta e dy besoj. Jo, te ne pas shiko, tani kanë ndryshuar radikalisht kështu rrethonat, mënyra e jetesës sonë. Një vajzë sot që është emancipuar, e ngjet veturën, e ka rrogën, e ka fakultetin, dhe ma mirë të ndodh 10 herë, që sa ti duron 100 tortura, ose mosmarrveshje ose poshtrim. Nuk lejohet poshtrimi sot, nuk ka më vajza, nuk lejohet të jetë e poshtrume, dhe sa për atë punë 5 pare për atë punë, edhe nëse ndahet në rrethonat të mos durimit të mos një gjuhët përbashkët. A sa për një luksus, se valla ky kështu gabova dje, sot s'po gaboj, po shkoj dika tjetër, ajo është shumë e pafalshme dhe është e rëndë edhe për prind. Po pra, domethënë i mori 2 rastet, kështu që turprohet nëse në farë formë është faji i saj. Kështu. Po, shiko, tash, nuk ka dhe mirë ajo farloja si Smith, hajtë se dje shumë pata dëshirë t'jem me ty, po sot as që po m'duk është diçka, pas nga gabu, dhe për ja grahe dika tjetër, ajo vajzë nuk duhet falet as të baba, as të nona, as kërkun. Këta trit po i thojnë po m'hargjohet dashnia. A e ke dëgju këta? Zonjushe, Eli, unë kom lexu, kom pa vërtet në kolegët tuaj në Top Channel, do të vetëm në qytetin e Vlorës u bon brenda një viti 400 ndarje. Llogariti 30 qytetet mëdha, se ku shkon ajo? Po. Përpara mund një vajzë me lëshu, theshin e ka lëshu burri, shkoj që në mënyrë shu trashanike, e mërëshin vesh një 7 katune, se u bojë madha e që e kishu x filionë, pa analizu që si ka arë deri aty. Shtu që ndarja sot është rutinë, nëse nuk shkon, nëse do, kjo është punë qevi, nuk ka më punë presioni, kur? Po pra, zotrigani të falenderoj shumë për telefonatën. Unë ju përshëndes shumë dhe për